Tani po mendoj që tani do hym te segmenti i madhrave, do flasim për dollarin, për floririn, dhe për US Oil dhe ca të tjera. Do t'i mbulojmë to shumë shpejt, që të shikojmë gjendjen e përgjithshme e tregjeve. Flasim mirë për dollarin. E mbulum pak çfarë dollari që ishte një situatë që duhet të rriteshe. Nëse që përshikoni vetë këtu që ka një hapësirë që mund të kthehet një çmim mesatar deri te 101. Këte synime kam pasur në gjatë gjithë periudhës që kemi qenë te kjo zona, për bërë një dip final. RSI është shumë i shitur këtu, tregon që probabiliteti është shumë i lartë që të ndodhi kjo gjë. Prandaj prisin një rritje të dollarit kundër euros ose poundit. Flasim për floririn tani. Floriri është long të heq pak të vizatimet e tjera. Flasim me trend. Dhe me fat mesëm është long, por ne jemi munduar të kapim këtë mean reversion me idenë që është bërë shumë i blerë disa herë dhe i shumë i blerë të disa orare, jo vetëm të një ditori, por dhe të një javori, një mujori. Ka filluar atë pozicionimin, le të themi, shumë të blerë dhe direkt sa ka kapur 1500 ka filluar, le të themi, shorti këtu. Animi për short. Iri e shprehu pak më parë që ka tregtuar nga 3450 deri te 3300. Që është diku 1.4. Unë kam tregtuar 2 lëvizje, një që ishte nga 3400 e ca deti kjo zona, edhe pastaj po mundohem, edhe kam hapur një pozicion nga kjo ana këtu për një tregtim deri te 3200 ose 3000, pak më afat gjatë kjo. Që kam profiti që kam marrë te kjo, më sponsorizon dhe më jep rreziku që unë mund të marr përsipër këtu. Marr profitin, përdor atë profit për të marrë rrezik pak më të madh dhe për të tregtuar pak më afat mesëm këtu, ose le të themi disa ditë. Është për tu parë, vetëm për që kemi një ulje të aksionet, mund të ketë një rritje ose disa lajme negative të përgjithshme. Flasim dhe për naftën, për US Oil, që ka qenë në rritje. Kjo nuk ka pëlqyer shumë mu personalisht, se ka pasur një farë rezistencë këtu, po mund të jetë një zonë që mund të thyej tani, të shkojmë prapë me atë sezonalitetin që foli edhe përmendi Irdi e US Oil për sezonin veror që ka konsumim më të madh. Ti im prapë te 67, ndoshta deri te 70. Unë personalisht nuk pëlqen tregtimi te US Oil, nuk ka ndonjë informim që përshtatet me strategjitë time dhe nuk po jap ndonjë ide këtu. Kemi gazin natural, natural gas, që po ra shumë, tani ka rënë shumë, dhe që ky momenti këtu, te 4.8, 4.9, që ka kapur, dhe pastaj u shit. Kemi kujdes, por animi tani do ishte më shumë për long te gazi natural, sepse është shitur shumë, po fillon të bëhet shumë i shitur. Mund të bëjnë një mean reversion deri te kjo zona 3.3, ndoshta 3.1 nga 2.9. Ndoshta këtu më shikojmë ndonjë ide për rëndësi. Po VST-ja, ta shikojmë se si po ecën. Kjo ana që është përfshirë më shumë te sektori i energjisë ka pasur rritje. Por do shikojmë ndonjë ide që të trajtojmë këto. Mund ta bëjmë edhe këtë si shënim, Kleo. Ka gazi natural për një për lart. Sektori po që na del në një filtrim.
të një tjetër, nikël, metalet, këto të gjitha kanë rënë, silver, po ashtu është, le themi, me shumë zhurmë, nuk më pëlqen asnjëherë që ta thektoj. Ti jeri përmende kakaon. Po, kakao, më pëlqej të për shkak, por nuk është se u bota. Se ti është takova shumë herët të këndu kryq. Që është edhe shumë produkti shtrenjtë. Po, Ato humbjet në dollar, pavarësisht se në përshqipje mund të jetë vogla, por në dollar janë shumë. po. Do shikoni këtu që unë kam pasur këtë vizën e trenit të vizuar dhe me idenë që po u thë kjo, unë mendoj që do thynte këtu do jetë zona. Unë nuk e traktoj kakaon, por e bëra si analizë për madha që shikoj. Ka dëgjues që shikojnë madhër dhe du të dinë situatën. Po kjo traktimi këtu do ishte interesant për mua që të hyja long. Diku këtu do kisha hyrë. Me një stop loss të kjo zona këtu. Për 1 me 3. Shka tillë, kafja, ndoshta, ose një tjetër soybean, sugar, sheqeri duket interesant këtu, të kjo zona. Që ke bërë këtë triple bottom pak a shumë. Se nuk janë perfekte zonat. Ka testuar disa herë. Ja. Dhe thyrën e kësaj zone këtu është probabiliteti shumë i lartë që të shkojmë për një long. Të sheqeri. Por kaq, shikojmë edhe këtë tjetër që është që është se më duket është Oat Futures. Nuk më pëlqen. Po që ka hedhur, kjo ishte, shikojmë edhe kafen. Sheqeri që ka i mirë, kafja në çmime të larta. Pastaj kafet këtu janë bërë 4 pound e ca. Në Londër, ose duket. Tu gjithmonë aq ka qenë. Po se di, kur jetoja unë vitet më parë ka qenë 2 pound. Një kafe, 1,90. Pastaj 2 ca, pastaj 3, tani 4. Gjithë inflacioni, po. Okej. Mendoj që kaq është kaq ta lejmë analizën teknike. Si mendoni, keni ndonjë gjë për shtu Kleo dhe Irdi? Po lejmë me kaq, kemi bërë analizat e gjithë tregjeve. Unë për ju që na keni dëgjuar deri në fundin e podcastit ju falenderoj dhe ju ftoj që të na ndiqni në YouTube, të bëni subscribe sepse po mundohemi shumë shpejt, kemi plane shumë shpejt në shtator që të riformatojmë kanalin dhe do ta bëjmë kanalin numër 1 për tregje financiare. Unë besoj që jemi që tani, Kleo, Irdi, apo jo? Po. Informacione sa më të sakta. Po. Por marrim shumë mesazhe pozitive që shumë njerëz ose kanë shpëtuar paratë ose kanë fituar diçka, kështu që besoj se kemi bërë punën tonë. Ne jemi munduar që t'ju informojmë me lëvizjet që po bëjmë ne dhe mendimet tona dhe parashikimet tona. Por dëshira ime është të bëhet dhe më i madh kanali, prandaj na bëni subscribe dhe do zhvillojmë kontentin, do bëjmë kontent edukativ, do bëjmë kontent të tjera, me emisione të tjera shumë shpejt, por është thjesht çështje organizimi dhe riformatimi të çdo gjë që ne do bëjmë. Gjithashtu na bëu pjesë e Telegramit duke ndjekur linkun më poshtë dhe na ndiqni në media sociale të tjera që është Instagrami dhe TikToku, që të keni akses të çdo informacion që ne do ndajmë gjatë javës për tregjet financiare. Faleminderit Kleo dhe Irdi.